Duhet thënë qartë, e vjetra ka dështuar. Ka dështuar sepse ka folur shumë dhe ka vepruar pak. Ka dështuar sepse është mbyllur në interesa të ngushta. Shikoni pak rastin e Partisë Demokratike edhe në këtë moment. Partia Demokratike ka një statut dhe nuk ka asnjë shans që të përjashtohet dot askush nga Partia Demokratike. Po për shkak se zyrtarëve të Partisë Demokratike, rrogtarëve dhe përfituesve të Partisë Demokratike, nuk ju vjen mirë që funksionin që kanë ta mbajnë me punë, por e duan ta mbajnë me marifete edhe qyl, nxjerrin edhe shpikin terma që nuk ekzistojnë. Nuk ka vetë përjashtim, ka vetë përfshirje, ka vetë aktivizim, ka përballje. Dhe ne do t'ja dalim deri në fund ta ndryshojmë Partinë Demokratike. Po kjo politik ka dështuar po ashtu sepse ka harruar se politika është shërbim, nuk është pronë. Se andarësia e Partisë Demokratike dhe qytetarët nuk janë pronë, por janë aksionerë. Ne jemi këtu jo vetëm për Partinë Demokratike, por jemi në betejë për shtetin e së drejtës dhe për dinjitetin e politikës. Dhe përfaqësojmë një zë ndryshe i cili në çdo cep po tregon që është një shpresë e madhe, jo vetëm për demokratët, por për gjithë qytetarët shqiptarë.